Ndonjëherë objektivat edhe dështojnë, apo jo, nga rrethana të ndryshme. Kështu që Nexhi kishte diçka për të thënë për këtë. Po, ne ishim pak ditë tek fëmijët. Dhe ata kanë kulturën e belgut. Janë shumë të kujdesshëm për orarin e fjetjes, të zgjimit, çfarë do hanë, dhe mundësisht dhe ushqimet duhet të jenë të kombinuara, proteinat, e yndynat, e frutat, karbohidratet e tjerë. Ajo pjata duhet i ketë edhe ngjyrat mundësisht të kombinuara. Kjo është ndërgjegjësia për shëndetin. Edhe neve për shembull, sado që lexojmë, po është tjetër të lexosh dhe është tjetër të bësh objektiv. Kjo është shumë e rëndësishme. Kur bëhet objektiv, atëherë ndërgjegjësohesh që nuk duhet i shmangesh kësaj gjëre. Edhe neve kemi ardhur me shumë frymëzim. Do më thënë në Shqipëri, u këthyem në datën 3, edhe që pa tjetër do organizojmë në këtë mënyrë. Si erdhët më të jo, prit, hanim ashtu, flenim në një orar të caktuar, ora 9 fikeshin dritat, se të dy familjet e fëmijëve, se e madhja i 14 fëmijët. Ka një lloj disipline. Po, jo një lloj, po disiplinë tamam, ora 8:30 fiken dritat se do flenë fëmijët, dhe pasaj kur hahet mëngjesi, dreka, darka, pra gjithçka është, si thua, e kontrolluar, e planifikuar, e detajuar, sa dhe kur bëhen mbledhja duhet jenë mbledhjet me listë në mënyrë që për gjithë ditët e javës e planifikuar në mendjen e tyre që çfarë do konsumohet si ushqim, që të jetë një ushqim sa më i shëndetshëm. Ndoshtoja diçka këtu që ju thatë, kemi informacion, por nuk i zbatojmë. Dhe unë shpeshherë këtë e aplikoj me klientët e mi, se kur thonë e di, unë i them më trego rezultatin. Ti mund të dish diçka, por kjo nëse nuk e zbaton, do thotë që ti nuk e di atë gjë. Edhe ne u kthyem me shumë entuziazëm ditën e parë, ditën e dytë, bëm pazaret, i kemi ndërtuar ato pjatat kështu aq bukur. Siç jo bënte Nusja në Belgjik. Nusja atje. Dhe një ditë, 2 ditë, mbrëm pasaj e lajmëruar burrin tim për një rast që do të shkonte si avokat për mbrojtje ligjore se nuk fliste klienti pa qenë i pranishëm një avokat. Ku fletëm 3 të natës, u shëmp sot plani, u prish objektivi, tani duhet patjetër që sot të gjej kohën e duar që ta rivendos atë ekuilibër. Mendon do ta kesh? Në mendjen tim, jo do ta bëj së zbëna. Se jemi kthyer nga ande me bark të sheshtë, me shumë energji, isha gati të vrapoja, ndërkohë që këtu në ditët e fundit të dhjetorit ndjesha shumë e lodhur. Po të them edhe një gjë, këtu të detyrojnë ose si thua, pesha e presionit politik, e debateve që ndodhin, e kronikës së zezë, e një shoqërie që ku ti e një vendi ku ti nuk me zigjen parkim. Që do të kalosh kështu të doja që ta përmbledhja pak, doja të thoja që në momentin që ne kemi një nivel të ndërgjegjësimit të tillë, ne nuk lejojmë gjërat nga jashtë na afektojnë, pavarësisht që kanë impaktin e tyre, po ne kemi fuqi të minimizojmë. Ne kemi fuqi të minimizojmë. Shumë herë gjatë ditës përpara mbajnë televizorin hapur. Më të sa ju janë shpime njerë. Tani jo, e vendos, e fik televizorin, marr librin, unë nuk mund të lexoj nëse dëgjoj një zë tjetër në televizor. Kështu që e kam vendosur marr librin ditën me muzikë, hap televizorin, muzikë dhe bëhem gati për ditën. Ose planifikoj kur do dalë, sa do eci, do më thënë, i kam bërë tani rregull, do t'i bëj dhe më shumë, sepse dhe për mua prioritet këtë vit, se Elbet e me moshe kupton dhe më shumë rëndësinë e shëndetit, tjetër të jem më shumë e pranishme për nipin dhe për mbesëm, ata të vegjël, por dhe për 6 nipë mbesa që janë gjithsej, do më thënë, duhet të udhtoj, ose duhet i pres të shumë mirë, të krijoj kushte që ata, se thua, ta ndjej më shumë aromën e Shqipërisë. Natyrisht punët e mia në televizion janë, e kam filluar që nda 4, i kam në mendjen time. Mund të më dali dhe ndonjë gjë tjetër gjatë rrugës, se nuk i di e tjetër, s'ka surpriza. Problematika është që nëse ne nuk jemi të fokusuar tek objektivat, objektivat janë të destinuara të dështojnë.